Ferit Borshi, një ish futbollist i kampion me vllaznin, por kampion jo vetëm si sportist, por edhe si trajner. Sot u nderuat me një çmim për karrierën tuaj sportive nga klubi Vllaznia dhe po asistoni në këtë ndeshje veteranësh me ekipin spanjoll. Urime për çmimin. Faleminderit, jam mirënjohës klubit Vllaznia që më dha këtë mirënjohje. Është sigurisht një nder për mu, për vetë karrierën që kam pas si futbollist, ashtu edhe si trajneri i ekipit Vllaznis. Borshi, shumë vite karrierë si futbollist, por dhe si trajner. Ke veçoni momentin më kulmor të suksesit tuaj? Po, për karrierën që kam pas, sigurisht janë 2 titull kampion si futbollist, dhe 2 Kupa Republiket, plus janë edhe 2 titull kampion si trajner, e cila me të vërtet mëson, edhe është kontributi jem që kam dhënë për qytetin tim. Tashmë karrierën tuaj sportive po vazhdon djalë juaj Ergi Borshi, fillimisht si futbollist, tashmë si zëvendës trajner tek Vllaznia, asi e veçantë. Sigurisht është rëndësi që të njekun rrugën e sportit. Unë i uroj suksese atij, po kështu i uroj sukses edhe ekipit Vllaznis, që në dalën e ka arrit objektivin dhe ka dalën në Final Four. Po kështu i uroj edhe ekipit Vllaznis që mas 20 sa vitesh të rikthejnë në Shkodër titullin kampion, i cili është shumë i mirëpritur në mes të tiforisë shkodrane. Borshi, faleminderit, urim edhe një herë për çmimin që morët. Faleminderit Gaci, edhe i uroj po kështu edhe herë, i uroj edhe herë ekipit Vllaznis që të dalin kampion.